Ndërmjet Kosovës dhe Francës, dy vende që ndajnë të njëjtin vizion për një Evropë më të sigurt, më të bashkuar dhe më të fortë. Franca qysh prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë dhe mbetet një partner i rëndësishëm i Republikës Kosovës dhe shtyllë e projektit për integrimin evropian të vendit tonë. Jam i kënaqur sot së bashku me Ministrin e Financave, Murati, së bashku me përfaqësuesin e Agjencisë Franceze për Zhvillim dhe me mikun tim, Benjamin, nënshkruam këto 4 marrëveshje të rëndësishme, së bashku edhe me letrën e qëllimit. Dhe kjo tregon që Franca dhe Kosova përmes këtyre marrëveshjeve po ngrisin në një dimension krejt të ri marrëdhënien e tyre bilaterale. Sot e zhvilluam një takim të frytshëm ku diskutuam për forcimin e marrëdhënieve tona dypalëshe, bashkëpunimin ekonomik, çështjen e sigurisë dhe zhvillimet e tjera në rajonin tonë. E shpreha mirënjohjen tonë për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës, përfshirë në ndihmën e Francës që është e gatshme ta japë për organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Ky është një kontribut që shkon për të mbështetjes praktike. Ajo shprehje angazhimit të dy vendeve tona dhe e besimit të Francës si fuqi qendrore evropiane, por edhe mesdhetare në potencialin dhe në të ardhmen e Kosovës. Kjo ja u jep lojrave mesdhetare 2030 një dimension të ri. Diskutuam po ashtu për perspektiven evropiane të Kosovës. Republika e Kosovës e ka dëshmuar për kushtimin e palëkundur ndaj reformave demokratike, sundimit ligjit dhe përafrimit të politikave të saj, edhe të jashtme, edhe të sigurisë me bashkimin evropian. Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejtë dhe i drejtë e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian. Po ashtu diskutuam për situatën e sigurisë në rajon. Retorikat që justifikojnë ose i relativizojnë krimet e viteve 90-ta, siç po ndodhin nga Serbia, janë jo vetëm provokim, po janë të papranueshme dhe të papërputhshme me vlerat e qytetërimit të paqes dhe të demokracisë dhe nuk mund të kenë vend ato në Evropën demokratike. Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon në sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate, dhe mbetemi të përkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar. Në rrugtimin tonë evropian, ne konsiderojmë që Franca mbetet një partner kyç për Republikën e Kosovës. Duam të shohim bashkëpunimin dypalësh me Francën të avancojë edhe në sektor të tjerë, sidomos në zhvillimin ekonomik edhe më shumë në kulturë. Roli i Francës në përndërtimin e një Evropë më të fortë dhe për zhvillimin e Ballkanit perëndimor është i pazavendësueshëm. Prandaj vizita juaj sot, i dashuri Benjamin, është një mesazh i rëndësishëm për themelimin e partneritetit tonë dhe për vazhdimin e bashkëpunimit në interes qytetarëve dhe të kontinentit tonë. Ju falenderoj edhe një herë për vizitën tuaj në Kosovë. Më lejoni që ta ritheksoj edhe një herë, i dashuri Benjamin, atë që e ka shprehur si gatishmëri ushtrusja e detyrës së presidentes, zonja Haxhiu, e cila reagoi me rastin e përfshirjes së një pjese të Francës jugperëndimore nga një sasi e madhe zjarresh. Më lejoni edhe një herë që ta shpreh gatishmërinë e Republikës Kosovës që me gjitha kapacitetet që ne i zotrojmë, atë sa i kemi,
të qëndrojmë krah Francës dhe të jemi bashkë me ju në përpjekje për shuarjen e këtyre zjarreve. E ardhmja jonë është evropiane dhe së bashku me Francën dhe partnerët tonë do të vazhdojmë të punojmë për një Evropë të sigurt, më demokratike dhe më të bashkuar. Gjithmonë je i mirë se ardhur, Ministër Haddad në Kosovë, ndihuni si në shtëpinë tuaj. Faleminderit. Thank you very much for your kind words, dear Vice Prime Minister, ministers, ambassadors, dear friends. I'm really delighted to be here today. Kam kënaqësinë që jam sot në Prishtinë si mik personal I Kosovës, si përfaqësues I presidentit Macron, do të thotë në vigjilje të drekës në Mars dhe do të thotë për te miqësisë tonë, do të thotë miqësia jonë është e kamotshme dhe konsistente. Dr. Ibrahim Rugova është dekoruar, është I është dhënë një çmim, do thotë dhe dikon para 30 viteve kur Kosova bënte përpjekjen për të zgjidhur politike përmes organizimit të konferencës të Rambojës, intervimit deri te intervenimi I 99-s nga NATO-ja dhe nga ajo kohë në mënyrë konstante jemi përpjekur gjejmë zgjidhje dyshme pakuja të starit e përkrajmë atë, kemi qenë të vështirë para që kemi njohur gjithashtu të dhënë tek gjykata e drejtësisë dhe deri tek promovimi I dhe normalizimi 22-23 vjekesh apo kthehemi historisë, por mbështetja jonë është e kamotshme dhe e qëndrueshme dhe konsideroj veten si mik të Kosovës për shumë kohë gjatë, si parlamentar në vitin 2020 kur jam përzgjedhur, jam bërë dhe thotë antar I organizatës ku në një Evropë e bashkuar që kontribuon drejt paqes, zhvillimit dhe kam kënaqësinë që kemi punuar në vitet e fundit për forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe vizita sot jep momentum të ri kësaj marrëdhënie bilaterale dhe me nënshkrimin e këtyre 5 marrëveshjeve gjithë kuptueshme për me zhvillu një agjendë të tjetër dhe janë do të thotë një prospekt për një dhe shtrojnë një rrugë për thellimin dhe fuqizimin. Kemi shumë kompani dhe agencioni e zhvillimit francez që janë me mua që përforcojmë do të thotë investimet tona, mundësitë e bizneseve në mes dyja shteteve, mbështetjen që Agjencia Zhvillimore franceze që ka dhënë 18 milion euro për ndryshimin klimatik e energji dhe 16 për kompleksin studentor që do të përdoret si kamp gjatë lojrave mediterrane dhe gjithashtu objektet tjera që do të jenë ndihmë e madhe për lojrat mediterrane mesetare. Jemi të gatshëm që të përkrahojmë financiarisht Kosovën edhe në fusha tjera. Agjencia Zhvillimore ka diskutuar tashmë dhe kam kënaqësinë të thotë që kemi kaq shumë Decathlon-in kemi vizituar sot që do të thotë do të jetë mundësi për me u taku me bizneset atje dhe të shohin mundësitë për investime. Gjithashtu me gjithashtu antarësimi I Kosovës në shumë si Mashkinë e Evropës me zëvendës kryeministrin kemi diskutuar mbi këtë dhe do të punojmë së bashku që të ndarësohet Kosova sa më shpejt. Prezenca ime sot është dëshmi e besimit në Kosovën, rëndësisë me marrëdhënieve bilaterale personalisht për mua dhe presidentin. Dhe nuk është vetëm për marrëdhënie bilaterale, është për Kosovën, sigurinë e kontinentit tonë
të Evropës dhe në këto momente geopolitike si fqin, kur një botë është jo stabile dhe ballafaqohem me kërcënimet e njëjta dhe do të punojmë së bashku që të kalojmë këto sfida sigurie. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Jam Antigoni Sufi, gazetare në Kallca.com. I kam 2 pyetje për të 2 ministrat. Së pari, ministër Adat përmendet dhe po mësë që u nënshkruan disa marrëveshje, megjithatë Kosova e ka përpara rrugën për integrimin në organizata ndërkombëtare, po pashtu në të njëjtën kohë gjendemi në një blok institucional. Sa ndikon kjo në raportet ndërmjet Kosovës dhe Francës dhe po ashtu që ju të punoni në shtyrjen e agjendës që Kosova të antarësohet në këto organizata ndërkombëtare. Po ashtu, Ministër Konjufsa, të premtën është caktuar data për mbajtjen e seancës konstitutive, megjithatë ne ende nuk kemi diçka konkrete në aspektin e marrëveshjes. A është afër lëvizja vendosjet që të ketë një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Kosova të dalë nga ky mërç? Faleminderit. Thank you very much. Ju faleminderit shumë. Spari dua të them që në çfarë duke dëshmuar sot është thellimi i marrëdhënieve mes dy shteteve tona dhe shtrimi i rrugëve, do të thotë në qoftë do të thotë përmes zhvillimit të agjencisë ose zgjerimi frankofonisë në Kosovë përmes mbështetjes mësimdhënies në Kosovë dhe gjithashtu thellimin e hapave për sigurinë dhe vizita ime do t'i paraprej vizitave Ministrit të Jashtëm të Mbrojtjes që të shohim mundësitë e bashkëpunimit në fushën e sigurisë në të lojrave mesdhetare dhe që kanë gjithashtu rëndësi në tregti dhe investime. Është diçka që po e mbështesim dhe po e shpejtojmë çfarë qoftë konteksti. Siç e përmenda, ne mbështesim integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Kjo është pjesë e zgjeruar e projektit tonë të bashkimit të Evropës. Bashkimit, nuk dua të them zgjerim, bashkim, sepse ka të bëjë me bashkimin e kontinentit. Dhe natyrisht ky proces është kërkues dhe kërkon përkushtime ndërkombëtare dhe bazohet edhe në zbatimin e përkushtimeve në marrëveshjen e Brukselit, cilën e kemi dhe në çështje bazuar në merit, reformat e integrimi bazuar në aki komuniter, fuqizimi e studimit ligjit mbrojtjes të pakicave dhe do të jemi mjaft kërkues në këtë. Por do të thotë nuk është mënyrë do të thotë që të ngadalësohet procesi. Do të jemi me Kosovën në çdo hap të saj, do të punojmë së bashku që të bëjmë sa më legjitime dhe sa më të prekshme gjithë këto ambicie. Dhe siç e thash, jo vetëm që kemi mbështetur Kosovën nga minutat e parë ose nga por është gjithashtu kontribut në paqe dhe stabilitet. Faleminderit shumë për pyetjen tuaj, sa i përket të gjitha proceseve që pasuan më njëherë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga Komisioni i Zgjedhjeve. Kryeministri Kurti në njëherë ju drejtua me një letër të gjitha partive që ishin deri dje në opozit, edhe PDK-s edhe LDK-s edhe AK-s, edhe ata u përgjigjen më shpejt se herave tjera, që u pase tregon një interesim, kësaj radhe të një natyre tjetër, me atë që pam në muajt e kaluar dhe prej zgjedhjeve të dhjetorit, duket që vullneti i partive kësaj radhe për të mos shkuar në zgjedhje është më i sinqert. Dhe pikërisht për këtë arsye ndodhi edhe takimi me dy partit, me PDK-n dhe LDK-n, për disa arsye që i shpjeguan AK-ja nuk e pranoi takimin, por ata i dhanë arsyet e tyre, në çfarë kushte prap do të bashkëpunonin.
Sa i përket takimeve që ndodhen me PDK-n edhe me LDK-n, u pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më mëti. Aty janë pozicionet vjetra që i kemi pa. Edhe ato u shprehen edhe në takim me kryeministrin Kurti. Kurse sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, përshtypja jonë është që aty përkundër herave të kaluara, kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilën ndodhet Kosova. Ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga Lidhja Demokratike e Kosovës. E unë mendoj që opcionet që dalin tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve jam në përpjesëtim me vullnetin. Sa më i madh vullneti politik, sa më shumë ke gatishmëri me bashkëpunu, edhe më shumë rritet numri i opsioneve për me gjetë zgjidhje për pozicione të ndryshme, për përgjegjësi të ndryshme se si do të ndahen ato. Kurse ato që e kemi parë, sidomos prej zgjedhjeve të dhjetorit, ka pas qenë një blokadë totale. Unë e kam pas thënë edhe atëherë, qëllimi pas dhjetorit ka qenë gjithçysh me shkon zgjedhje. Edhe partitë opozitare nuk shikonin gjë tjetër. Mendonin që përmes metodave artificiale mund të prodhojnë një rezultat tjetër për vetëvendosjen. Por ajo doli shumë minore, shumë le të themi ndryshim minor. Prandaj tash që ka mbetet të shihet është zhvillimet e brendshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Natyrisht Lidhja Demokratike e Kosovës e ka krejt, le të themi, autonominë e vet, pavarësinë e vet për me vendos për gjërat e saj të brendshme. Ne nuk jemi këtu as për t'i komentuar ato, as për të këshilluar gjë, sepse Lidhja Demokratike është një parti që ekziston mëti në Kosovë, edhe besoj që ata dinë me rregullu punët e veta, por sa i përket bashkëpunimit me neve, mu ka duk që pas takimit të kryeministrit Kurti me presidenten Osmani dhe me zotin Abdi Gjiku, kryetari i LDK-s, mu ka duk që ka pas kësaj radhe një tjetër natyrë diskutimi për herave të kaluara, dhe kjo na ka bërë më optimist se një zgjidhje mund të gjendet së shpejti. Faleminderit. Okay, good morning, bonjour, good afternoon. Mirëmëngjesi. Unë jam Marko Zakic. Jam kanali i dytë në gjuhën serbe. Një pyetje për ju. Franca dhe bëj vazhdimisht theksojnë drejtat e njeriut, mbrojtjen e kombëtarit dhe zbatimin e si vlerësoni trajtimin do të thotë në dritën e zhvillimeve, siç janë do të thotë prishjen e shtëpive të rreth liçenit dhe procesin e kthimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithashtu bazuar në marrëveshjen e 2013-s për komunat serbe akoma nuk është. Besoni që kjo do të ndikon në rrugën e Kosovës evropiane dhe aspiratat e saj për të antarësuar Këshillin e Evropës. Faleminderit shumë. Jemi duke kushtuar vëmendje, do thotë, me përmbushjet e zotimeve ndaj pakicës dhe është zotimi i qeverisë dhe është një aset dhe komunitetet minoritare kanë të drejtën sipas kushtetutës për të mbrojtur ligjërisht që të jenë në gjendje që të marrin pjesë dhe është në interesin më të mirë të secilit. Marrëveshja 14 mars ligjin për të huaj mes BE-s dhe Kosovës është shembull i mirë i qasjes që do duhet ndjekej dhe këto marrëveshje duhet të implementohen në plotëni. Për prishjen e shtëpive, natyrisht shpejm brengën për një proces të duhur dhe duhet të merren dhe
është themel i do të thotë që të merren hapat kryk për të mbështetur në ligj. Dhe mbrojtja e minoriteteve, sundimit ligjit dhe mbështetjeve ekzistuese është gur themel i BE-s për procesin e integrimit të BE-s. Reformat diplomatike me miqtë gjerman në 2023 e kemi deklaruar që edhe ato marrëveshje 2011 të jenë, do të thotë ligji është obligueshme dhe duhet të jemi vigjilent dhe jemi të gatshëm që të punojmë edhe me Kosovën në sërinë në zbatimin plot të tyre. Faleminderit shumë. Atëherë ju falenderojmë shumë për prezencën tuaj, falenderojmë edhe dy ministrat, Konjusa dhe Hadat për deklaratat e tyre. Faleminderit shumë Miguel. Yes, I live in Paris. I was born in Paris. My family is from the south of France. Exactly where you are.